Zoti Baton, atëherë, kozgjatja në pushtet është armiku më i madh i pushtetit dhe përparësia më e madhe e opozitës. Kur kjo nuk është faktor, atëherë problemi kryesor është gjuha, sjellja, diskursi dhe mungesa e artikulimit për mi binë qytetarët se cila është e vërteta e kësaj kozgjatje dhe pse kjo qeveri nuk bie. Të gjitha këto, flamur, i mungojnë opozitës. E para, artikulimet që ti po i flet, dhe më thënë, duke fillu me etiketat narkoshtetet e tjera, nga përvoja të cilën unë e kam nuk janë të mjaftueshme që t'i bindë qytetarët për votën. I para është një leadershipi. 2, fjallori ose qaj leadership që e bindë qytetarin se ju jeni të gatshëm të udhëheqni dhe e treta që nuk koketoni me pushtetin. Unë nuk menoj që këto gjëra ju i artikuloni si duhet. Vetëm shikojni ditën kur e keni votuar ose keni qenë pjesëmarrës në votimin e bordit paqës, tregon se sa të paqartë jeni me votuesin dhe qytetarin. Pra arsye se atë ditë e keni bë qytetarin të jetë konfuz, pra arsye se ju as befasuar s'keni qenë. Dhe më thonë, keni qenë lojal të një situate e cila ka qenë e patolerueshme. Për mu. Tash të kthehemi te... Bëj një detajim të termit i patolerueshëm, situate patolerueshme. Vazhdo ti, unë përseki disa gjëra, ose na mund të bëjmë edhe si dialog. Unë konsideroj, çka është përparësia ju në kohët e fundit? Ju e keni pas një aleat, që unë e di që ti se pranon SPAK-un gjatë gjithë kësaj kohë. SPAK-u ka artikulu një fuqi kogjatë fort për opozitën që ju ta merrni në dorë situatën. Aleati ju i vetëm. Dhe ne kemi kërkuar ne kemi kërkuar që SPAK-u të jetë aleat vetëm i ligjit dhe s'ka pas ta sqarojmë. Ta sqarojmë. Të kërkojmë ne. Deri para ca kohësh me Dumanin ka qenë aleat i Ramës. Prit mos i qartësojmë. Jo, unë po them, me qenë se SPAK-u ka qenë për një kohë aleat i juj. Ju e keni pas një artikulim se ajo është institucion i Ramës. Asnjë kohë nuk ka qenë aleat. Vetëm une nuk po them se s'jam Partia Demokratike, se si kisha çfarë diskursi, çfarë sjellje dhe cilat veprime të mia do të ishin në opozit sikur ta udhëheqja Partinë Demokratike. Por me qenë se po flasim kështu flamur, sikur ta udhëheqja Partinë Demokratike, unë ju do isha shumë më i efektshëm, ma beso. Dhe jo më i efektshëm, do rrezikoja bukur shumë që ky pushtet... Atë ta them shkurt. Jo, mos ma thuj. Më i efektshëm për të shërbyer Ramës, po jo për të shërbyer qytetarët. Jo mirë, une atë sa i shërbej Ramës, që jemi të qartë. Amur. Që jemi të qartë. Me qenë se po më flet... Se qytetarët do t'i qartësojmë për këtë. S'ka problem. Me qenë se po më flet... Jo për të luftuar Ramën. Jo, me qenë se po më flet që une po i shërbej Ramës, atëherë më po them, njeriu që mas shumti i shërben Ramës, për qenë pushtet, për qenë i sigurt, është në kryet juj. Me qenë se më the që unë pi shërbej Ramës. Nuk ka njeri në Shqipëri. Ta them edhe këtë. Jo, nuk ka njeri në Shqipëri, pe vitit 2020 e këndej, ose 2019 e këndej, se Sali Berisha që jaman isën politike Edi Ramës. Tash, më dëgjo ta sqaroj dhe në fund, një kozgjatje ka që shumë me pushtetit, dhe mos me rëzukit pushtet, faju është ekskluzivi ju. I jone. Po. Krejt gjëra që i përmende. A do të bëj një kërkesë, mos se citon në fund Baton Haxhiu, po citojnë klapa Edi Rama, me gojnë e Baton Haxhiu. Jo, flamur. Cilësohet të lutem. lutem. Besëm që... Cilësohet të lutem. Unë nuk kam marrë... Edi Rama në gojnë e Baton Haxhiu. As për me ofendu, as kënë, as me i dhënë etiketa dikuj. Ja, s'po të ofendoj. Jo, unë veç po të thëmë. Unë po komentoj ato që thuti nuk të ofendoj. Jo, në regull. Jo, më vje shumë keq, mos më thuj të ofendoj. Jo. Ofendoj unë. Por unë po komentoj ato që thua. Jo, unë muj me pas mendim
që mundet me qenë i ofër, kur mendimi por ta dish flamur, mo, mendimi i Ramës, pastaj unë kam drejtën ngrej pikë. Po, mirë dhe vetëm ta them. Sepse, më fal, kjo kërkesë për të larguar Sali Berishën, ka një 4 vjet që kërkon Edi Rama, e ka përdor gjitha metodat. I mori lulin peng, e mori simbolet peng, dhe i bëri të gjitha, dhe loboj për nën gratën, e bëri, e arrestoj. Pra vetëm për ta hequr, tani nuk ja ka arrit Edi Rama ta largoj, dhe tani çfarë bën? Nxjerr analistët e tij dhe thon të ik Berisha sepse Ramën e mban. Ama le për shtypjen e unë. Tani kjo gjë çfarë është spinim i gjithi nga kuzhina e Ramës dhe ai ka analistët e vetë që e spinon këtë. Është normale që Rama ta spinoj me njësë të tip në gjë. Po jap mendim. Nëse mendimi jam s'pëlqen, në rregullosh. Dakord. Por, une po ta përmenim një fakt, ta përmenda spakun. Nëse opozita e kundërshton, kur një institucion që është 88% e pelqërishmëritë shqiptarëve, atëherë o s'keni matje, o nuk e merrni seriozisht, o keni një problem rreth asaj të cilën nuk t'ja tregoni publikut. Kjo është e para. Sipas thuje edhe herë, sipas meje. Pse? Sipas teje. Pse sipas meje? Sepse kjo nuk është realiteti. Po i realiteti është që shikoj pelqërishmërinë. Shiko Baton, nuk e ke ekskluzivitetin e realitetit. Jo, sipas meje. Jo, sipas meje. Sipas meje. Okej. Që do të thotë sipas Ramës. Qeveria teknike. Po, s'ka problem. Që të merremi vesh qa flasone është sipas Ramës. Po. S'ka problem. Po. Që t'jemi të qartë që mos ta përsërisëm disa herë. Qeveria teknike, Flamur. Po. Kjo i bjen një farë krijimit një status quo-je që... Qeveria teknike status quo, Baton? Po, është një status quo të re që s'ta blen askush. Qeveria teknike, Baton, nuk është status quo. Është emergjencë sepse në Shqipëri pushteti nuk është fal votës, është fal drogës, fal krimit, është fal vjedhjeve, është fal VKM-ve që jep 2 miliard euro licenca Ashashit, 2 miliard euro fal gjobat, 100 euro blen votës do pensionisti, është kontradiktorë për të kontrollu votën për Plinët dhe Suelit, është fal Sara Milës. Do mendim se qeveria teknike, nëse ti përmendë gjitha të argumente. Argumenti parë është qeveri narko-regjim. Narko-regjim. E përmendë që vota është 100 euro. Jo, vota jo ka shku 500. 500. Që të gjitha këto kontrollohen nga kjo qeveri. Kur e krijon një qeveri teknike ti do shkosh në zgjedhje. Pa diskutim. Edhe ma thuj, këto argumente, si do i fitos zgjedhje tani Flamur? Ta themun. A, mirë. Tash, shenoj këto gjëra që po t'i thamun e pas taj. Dhe, Flamur, ajo që unë e thëmë edhe që kam spakun njohje pak nga PR-i, ajo që mu më pengon është përsëritja e vetës për vitet tona. Në demonstrat sjellja njëjtë, fjallori njëjtë, mungesa ides dhe vizionit se si me dalë për kësaj citate. Une, për shembull, do bëja kejt diçka tjetër në protest. S'mundet protesta e vitit 2025, Flamur, me qenë si protesta e vitit 2004 ose 5. Nuk bëhet kjo. Pra sy se bota ka ndryshuar. Edhe për ta përkujtoj ty një gjë. Zgjedhjet e Tiranës i keni fitu në 2011, mos harro, mas demonstratave 21 janarit, Flamur. Dhe, e dim pse, pra sy se, kur bëhen demonstratat, mos harro që i pengon tjerë, dhe nuk je në një moment të duhur nëse nuk i bin tjerë që demonstrata ka me pas sukses. Ashtu. Mirë, do bëjmë... Kam plot gjëra, po tash përgjigjet gjitha. Vetëm thuje njëherë se këto e në mendimet e Ramës, pastaj... Ta thash, ajo diskutohet... Po, e tash vazhdo mi mu përgjigjet këtu në gjëra. Po ta them unë. Po. Unë, pse ka dalë kjo teori tani, kur Edi Rama ka parë 2 herë rjesht bulevardin të tej mbushur, pas ju mundua, sidomos herën e dytë që ju mundua të ashiste sikur Ivanka, kishtë arë për biznes në vetë, fakt, zonja, po a i shise ku kishtë arë për te. Pa mendim edhe për ato jeni. Prit. Kur e pa që ishte lumë njerëzish dhe po shëndrojnë në një val, në një lavë vulkanike, që do da djegë, aty pastaj filloj të shpinoj këtë teorin që po nxjerr ti. Tani po temi gjë, me zgjedhje fars, i dashur Baton,
edhe Muhamedi dhe Krishti bashkë të ishin këtu drejtim të opozitës, atë rezultat do të kishte. Tashim, të lutem, do t'i shtjelloj gjitha që më këtë. Tani po të them baton, edhe Papa po të vinte të kandidote në Elbasan për bara Sara Miljes, do fitote Sara Milja në fars. A më thua ti baton, më thua ti një vend në botë që fitohet me votë për balë mafjes. Ma thoni ju këtu, edhe unë pastaj jam dakord.